Dashi, sot duhet të mësoni të bëni zgjedhje. Marsi do t'ju nxjisë të jeni më larg pamës, por gjithsesi do ndjeni të pasigurt dhe mund të hezitoni. Nëse keni një lidhje, mëngjesi dhe mesdita do të jenë të mbushura me divergjenca të njëpasnjëshme. Pjesa më e madhe të shkaktuara nga disa tash të quajtur miq. Merrni në dorë frenat dhe vendosni pikat mbi i. Ju beqarët edhe do josheni nga dikush edhe nuk të doni ta humbisni lirinë. Nëse jeni të pavendosur, duhet të vendosni. Në punë do t'ju ndihmojë një familjar për të kaluar disa vështirësi. Financat nuk do të jenë të shkëlqyera, por as katastrofike. Demi, gjatë kësaj dite duhet të ndryshoni patjetër sjelljen për të shmangur sa më shumë problemet. Nëse keni një lidhje, dialogu do mbizotrojë gjatë gjithë kohës. Shprehni çdo gjë që mendoni pa dorashka, madje bëni edhe ndonjë kritik pa pasur frikë se mos lindin probleme. Po e dëgjua tjetrin dhe po e mbështetet, ai do t'ju ofrojë botën. Ju beqarë do jeni inteligjent dhe do e dini mirë se cilin person të joshni për të pasur një të ardhme më të ndritur. Në punë do dini gjithmonë si të veproni dhe do e mbroni interesat tuaja. Në planin financiar do jeni të logjikshëm dhe menaxhimin do e bëni me seriozitet shumë të madh. Binjakët, sot nuk do t'ju mundoj për asnjë moment dinamizmi dhe jeta profesionale do të jetë më e privilegjuara nga të gjitha. Nëse keni një lidhje do jeni shumë të kujdesshëm dhe nuk do krijoni asnjëherë situata të pakëndshme. Monotoninë dhe rutinën do e mbani gjatë gjithë kohës larg marrëdhënies që keni krijuar. Ju beqarët do keni dëshira të papërmbajtshme dhe mund të nxitoni të hidheni në krahat e dikujt pa i njohur mirë. Në punë çdo gjë do të marrë një tjetër kuptim. Do hidhni hapat e duhura kurdoherë dhe të gjithë do t'ju marrin si shembull. Në planin financiar do guxoni shumë, do rrezikoni dhe do t'ja dilni mban. Gaforja, ditë jo e mirë kjo e sotmja për të gjithë ju. Nëse keni një lidhje, debatet do të jenë mënyra vetme e komunikimit dhe për asnjë moment nuk do të ndjeni të qetë. Mbrëmja në vend që të ngrohet do bëhet edhe më problematike e zjarrt. Ju beqarët ka mundësi të ndërmerrni shumë rreziqe për të ndryshuar statusin dhe ky do të jetë një gabim me pasoja. Në punë asgjë nuk do t'ju trëmbë dhe do guxoni të provoni edhe gjëra në dukje të pamundura. Parat do mbeten të mira për shkak të kujdesit, por edhe për shkak të mbështetjes së të afërmve. Luani, sot do të jeni shumë të ndjeshëm dhe do dëshironi e do refuzoni të jetoni në një ambient të mbushur me debate dhe probleme. Ju të dashuruari do jeni shumë të logjikshëm dhe do arrini të mbani një marrëdhënie të ngrohtë me partnerin. Në fakt ai do t'ju tolerojë dhe do mundohet t'ju shprehë ndjenjat sa më shumë. Nëse jeni beqar nuk do keni flirte dhe aventura kalimtare, por do afrohen më shumë me një person që ka kohë që ju studion dhe kërkon lidhje serioze me ju. Në punë ka rrezik të ndjeni në ndrysni për shkak të rivalitetit dhe arritjeve të mëdha të kolegëve. Financat do të përmirësohen nga fitimi i një llotarie. Virgjëresha, Marsi dhe Mërkuri do të jenë aleatët tuaj sot. Dita do të jetë e mbushur me aksion, shpresë dhe rezultate fantastike. Nëse jeni në një lidhje nuk do kaloni as pak vështirësi, përkundrazi do merreni vesh mjaft mirë me njëri tjetrin e do jeni të gatshëm të bëni edhe sakrifica për të ruajtur marrëdhënien plot ngjyra. Mbrëmja do të jetë momenti më i përshtatshëm për të shprehur ndjenjat. Ju beqarët do jeni disi të ftohtë dhe nuk do pranoni të dilni me çdo person. Në punë do kaloni një ditë dinamike, plot të reja, me lodhje, por edhe me shumë kënaqësi. Buxheti nuk do të jetë i shkëlqyer, por as shumë i keq. Peshorja, sot do t'i keni idetë shumë të qarta dhe do flisni sinqerisht me të gjithë ata që ju rrethojnë. Nëse keni një lidhje nuk do i shmangni dot debatet e vogla, por ato do të jenë pa pasoja. Një marrëdhënie shumë e bukur pikërisht sepse nuk ka gjatë gjithë kohës qetësi absolute. Ju beqarët do bëni shumë përpjekje sot dhe do arrini të gjeni personin tuaj të ëndrave. Në punë do filloni të afroheni me një koleg të ri, por që ka shumë njohuri dhe dhunti. Ai do t'ju japë edhe disa ide se si mund të zgjidhni disa çështje të mbetura pezull. Për financa më të mira, mos e hapni shumë xhepin e shpenzimeve sepse do t'i vuani gjatë pasojat. Akrepi, sot shumë gjëra do ndryshojnë për ju dhe do modifikoni edhe prioritetet. Ka mundësi që të fillojë një tjetër ritëm për jetën tuaj.
Nëse keni një lidhje, partneri do të jetë shumë orator, por pak veprues. Është tipi i tij, mos mendoni se ai në të vërtetë nuk ju do. Ju beqarë do keni të tjera pikë synime dhe nuk do ndjeni ende në momentin e duhur për të joshur dikë. Në punë do keni probleme me autoritetin e të tjerëve. Nuk do duroni dot që dikush t'ju jap urdhra dhe kjo gjë do të krijojë her pas here debate. Financat do dobësohen paksa, por kjo gjë nuk duhet ju alarmojë. Shigjetari. Të nxitur edhe nga planetët sot do të jeni gati për çdo gjë vetëm për të avancuar me ritme të shpejta kudo. Nëse keni një lidhje do përjetoni kënaqësi të paimagjinueshme, si ju ashtu dhe ai që keni në krah. Do dini çfarë të bëni që marrëdhënia juaj të kalojë në ekstaz. Ju beqarët duhet ta mbroni pak veten nga disa persona intrigues dhe të bëni më shumë përpjekje për të joshur personat e qetë e më pak të turpshëm. Në punë mund të rrini edhe me orë shtesë dhe të jeni më të ngarkuar, por rezultati final do t'ju kënaqë pafundësisht. Gjendja financiare do të jetë goxha e kënaqshme. Britsjapi. Sot do jeni me humor shumë të mirë dhe do e merrni jetën pozitivisht. Nëse keni një lidhje, pavarësisht disa keqkuptimeve të vogla që mund t'ju ndodhin gjatë mesditës, mbrëmja ka për të qenë e bukur dhe e mbushur me emocion. Aq sa do të jepni edhe do të merrni. Ju beqarët mos e lëshoni veten me një herë edhe sikur dikush t'ju pëlqej shumë sepse të tjerët mund të tallen me ju. Në punë do jeni fantastik dhe mjaft produktiv. Çdo sfidë që do ndërmerrni do e përfundoni me sukses. Financat nuk do të jenë të shkëlqyera, por ju do dini çfarë masash të merrni për t'i përmirësuar. Ujori. Sot duhet të bëni çdo përpjekje të mundshme që jeta të ecë sa më mirë. Nëse keni një lidhje, mos kërkoni sakrifice ekstreme nga partneri dhe as premtime boshe. Më mirë merrni gjërat sa më shtruar dhe qëndroni me këmbë në tokë. Edhe nëse nuk keni një partner në krah, përfitoni nga çdo mundësi që do t'ju jepet sot sepse kjo do të jetë dita juaj. Në kompaninë ku punoni, do të jeni ju ata që do keni arritjet më të mëdha dhe lavdërimet e shefave do t'ju bëjnë shumë krenar për veten. Buxheti ka për të qenë i mjaftueshëm sa për të mos pasur vështirësi. Peshqit. Do jeni shumë pozitiv gjatë kësaj dite dhe do doni të ecni përpara me ritme të shpejta. Kujdes vetëm mos u ndërroni shumë sepse mund të lëndoheni. Nëse keni një lidhje do të jeni më të vendosur për të hedhur hapa dhe do keni një vizion shumë më të qartë për jetën. Për herë do flisni me të vërteta dhe nuk do lindin konflikte. Nëse jeni beqar, mos e humbisni shpresën për asnjë moment, edhe sikur të merrni refuzime. Në punë shikojini mirë adresat e emaileve sepse mund të keni një surprizë fantastike. Dyert të tjera do t'ju hapen në karrierë. Në planin financiar do gjeni zgjidhjet më të mira për problemet që keni pasur.